Ne inkurajojmë bizneset gjermane të shohin Kosovën si vend të mundësive konkrete. Është mirë që Kosova është në anën tonë. Ne jemi 100% të harmonizuar me politikën e përbashkët të jashtme dhe të sigurisë së BE-s, dhe kjo shpresojmë që do të reflektohet edhe në trajtimin e drejtë të Kosovës. Ne pajtohemi plotësisht me qasjen e qeverisë së re gjermane, së rruga drejt bashkimit evropian duhet të jetë rrugë e bazuar në merita. Dhe meritat janë e tëra që ne kërkojmë të reflektohen në procesin përpara. E për më tepër, Gjermania është partneri ynë ekonomik dhe tregtar më i madh në bashkimin evropian. Dhe ky intensitet ekonomiko-tregtar po rritet çdo vit. Ne inkurajojmë bizneset gjermane të shohin Kosovën si vend të mundësive konkrete, në fusha si energjia e ripërtrishme, industria digitale, prodhimi, arsimi profesional dhe teknologjia. Kosova është ekonomia më e re evropiane, por është dinamike, është digitale dhe e orientuar drejt inovacionit. Prandaj është e gatshme edhe për më shumë investitor gjerman. E kur flasim për ekonomi, parakusht për hovë dhe zhvillim ekonomik është siguria. Kosova mbetet e përkushtuar ndaj fqinjësisë së mirë, por edhe ndaj një dialogu të barabartë dhe të drejtë të lehtësuar nga Bashkimi Evropian. Përderisa Kosova mbetet në masa të vetë BE-s, as dialogu i ndërmjetësuar nga BE nuk mund të konsiderohet i balancuar, parimor apo i barabartë. Ne po flisnim në takim, ne u njoftuam nga ambasadori ynë, po ashtu se është një koincidencë e mirë që përkon me vizitën e ministrit Vadeful, sot komiteti drejtues i organizatës Traduki ka votuar pro antarësimit të Kosovës në këtë rrjet evropian me shumicë absolute, dhe ky është një rrjet që lidh Evropën juglindore me botën gjermanofolse. Dhe skenën e saj letrare nëpërmjet letërsisë duke përfshirë libra, përkthime, festivale, punëtorie, programe për autor dhe përkthyes, dhe është një lajm që tregon për lidhjet tona të forta dhe mbështetje për gjithë ata gjermanofolës që jetojnë në Kosovë dhe janë lidhje fort ndërmjet vendeve tona. Një numër i madh i njerëzve që jetojnë në Gjermani kanë rënje kosovare. Unë kam dëgjuar që gjithashtu numri i nxënësve në Kosovë që mësojnë gjermanisht është jashtëzakonisht i madh dhe Gjermania është investitori më i madh në Kosovë dhe partneri më i madh tregtar i Kosovës. Këto lidhje janë të vlefshme dhe esenciale, pikërisht tani kur ne evropianët duhet të bashkohemi edhe më shumë, sepse në pothuajse të gjitha temat të cilat i diskutuam sot bëhet fjalë për sigurinë dhe për të ardhmen e kontinentit tonë. Është mirë që Kosova është në anën tonë. Ne të gjithë, qofshim antare të BE-s apo jo, duhet ja bëjmë të qartë Rusisë që destabilizimi, dezinformimi dhe manipulimi nuk kanë vend në kontinentin tonë. Përpjekjeve për destabilizim ju përgjigjemi me një Evropë të bashkuar. Në këtë kuadër, zgjerimi i BE-s tani është një urgjencë gjeopolitike. Për këtë, për herë të parë prej shumë vitesh ka një perspektivë realiste. Zhvillimi i Kosovës që nga përfundimi i luftës në vitin 1999 dhe që nga pavarësia në 2008 është një histori e vërtet suksesi. Për shumë kanë në rajon, Kosova është simbol i demokracisë dhe një shoqërie të fortë civile. Në mënyrë që ky sukses të vazhdojë, Kosovës i duhet që sa më shpejt të ketë një qeveri të aftë për veprim si nga brenda ashtu dhe nga jashtë. Votuesit janë duke pritur formimin e saj që prej 8 muajsh. Ata kanë pritje të arsyeshme që këto procese demokratike të marrin një përfundim pozitiv dhe këtu bën pjesë edhe një qeveri stabile. Ne jemi të
bindur që Kosova ka forcën dhe vullnetin për të zbatuar reformat e nevojshme për antarësim në BE me vendosmëri dhe aspekt afatgjat. Kjo rrugë kërkon qëndrueshmëri. Gjermania e dashur Vjosa është e gatshme t'ju ndihmojë me gjithë fuqinë që ka në këtë rrugtim. Në këtë kuadër është e qartë që përparimi i vërtet mund të arrihet vetëm kur siguria dhe besimi në Ballkanin Perëndimor zhvillohen në mënyrë të qëndrueshme.